Kryetari i Komunës së Prizrenit Sheqer Totaj sot ka uruar vitin e ri 2026, duke theksuar se viti që lëm pas ishte një vit me sfida, por përkundër sfidave kemi pasur një performancë të mirë. Prandaj viti që po vije i urojmë për të pasur mirëqenie për të gjithë familjet që të kenë një mirëqenie më të mirë, kurse po shpresoj se do të kemi edhe një bashkëpunim më të mirë me qeverinë qendrore që të vazhdojë me punë të mira në interes të qytetarëve për Prizrenin për një jetë më të mirë, ka uruar kryetari Totaj për televizionin Besa. Viti që po e lëm pas ka qenë një vit me sfida, por edhe me mundësi. Edhe përkundër sfidave kemi pas një performancë mirë, prandaj unë i uroj të gjithë qytetarët e Prizrenit pa dallime dhe ju dëshiroj që viti i ardhshëm të jetë një vit akoma më i mirë, akoma më i suksesshëm. Ju dëshiroj shëndet dhe mirëqenie nëpër familjet e tyre, kurse komuna e Prizrenit do të vazhdon me punë të mira, edhe do të vazhdon me implementim të projekteve të cilat ne besojmë do të ndikojnë në përmirësim të cilësisë të jetës për të gjithë qytetarët e Komunës së Prizrenit. Po ashtu dua të besoj dhe dua të shpresoj që do të kemi edhe një bashkëpunim të mirë me qeverinë qendrore dhe kjo do të na lehtësojë punën që së bashku të arrijmë më tepër për qytetin e Prizrenit.